Nëse ndihesh i lodhur nga jeta që po jeton, nëse ke provuar shumë gjëra dhe prap je në të njëjtin vend, atëherë dëgjoj këto me shumë kujdes, sepse ajo që do të them sot mund të ndryshojë mënyrën si e sheh jetën përgjithmonë. Mirë se erdhët në Akademia Jam Power. Sot do të flasim për arsyen e vërtet pse jeta jote nuk po ndryshon, edhe pse ti po përpiqesh me gjithë shpirt. Nuk është mungesë përpjekjeje, është diçka shumë më të thellë. Ti nuk je i vetmi. Ka shumë njerëz që zgjohen çdo mëngjes me shpresë, por flen çdo natë me zhgënjim. Punojnë shumë, përpiqen të bëjnë gjithçka siç duhet, lexojnë libra, dëgjojnë podcaste, por brenda tyre ndjejnë që diçka mungon, një ndjesi boshllëku që nuk mbushet me asgjë të jashtme. Një ndjesi që jeta nuk po ecën siç duhet, sikur po vrapon në një vend pa lëvizur përpara, dhe fillon të pyesësh veten: çfarë nuk po bëj mirë? Pse nuk po ndryshon asgjë? Kjo pyetje është fillimi i zgjimit tënd. Ky zhgënjim nuk është dështim, është një sinjal nga shpirti yt. Është një shenjë që mënyra se si ke bërë gjërat deri tani ka arritur limitin e saj. Ti po përpiqesh të zgjidhësh një problem të ri me një mentalitet të vjetër, dhe kjo është arsyeja pse ndihesh i bllokuar. Ne shpesh mendojmë se nëse punojmë më fort, jeta do të ndryshojë, por puna e vërtet nuk është jashtë nesh, është brenda nesh. Le të zbulojmë se çfarë po ndodh në të vërtetë në botën tënde të brendshme. Dëgjoje këtë me shumë vëmendje. Jeta jote nuk ndryshon sepse ti po përpiqesh të ndryshosh rezultatet pa ndryshuar versionin tënd të brendshëm. Imagjino një pemë. Nëse nuk të pëlqejnë frutat, nuk mund t'i ndryshosh ato duke i lyer me ngjyrë tjetër, duhet të ndryshosh rrënjët. Versioni yt i brendshëm është rrënja e gjithçkaje që sheh jashtë. Ti kërkon më shumë para, por mendon si dikush që ka mungesë. Ke frikë se mos i humbet, ke frikë se nuk do të vinë më. Ky është programi i mungesës. Ti kërkon dashuri, por brenda ke frikë dhe dyshim. Ti mendon se nuk e meriton, ose se të tjerët do të lëndojnë. Kështu që, edhe kur dashuria vjen, ti e shtyn atë larg pa vedije. Ti kërkon sukses, por në thellësi nuk beson plotësisht tek vetja. Ke një zë që të thotë se nuk je mjaftueshëm i mirë, dhe kjo është arsyeja pse gjithçka përsëritet. Jeta jote është një pasqyrë e asaj që ti beson se meriton, jo e asaj që ti dëshiron. Ka një diferencë të madhe mes dëshirës dhe besimit. Besimet tona janë si një program kompjuterik që punon në sfond. Mund të instalosh programe të reja, por nëse sistemi operativ është i vjetër, asgjë nuk do të funksionojë siç duhet. Ti po përpiqesh të ndërtosh një kështjell mbi një bazë rëre. Prandaj, çdo herë që afrohesh te suksesi, diçka ndodh dhe ti kthehesh prapë te pika zero. Nuk është fati, nuk është karma, është thjesht koherenca e brendshme. Bota jote e jashtme duhet të përputet me botën tënde të brendshme. Ti nuk je këtu për të mbijetuar. Ti je këtu për të krijuar, dhe krijimi fillon nga brenda. Shumica e njerëzve jetojnë në mënyrë reaktive. Diçka ndodh jashtë dhe ata reagojnë, por krijuesi i vërtet vendos se kush do të jetë ai brenda, dhe bota jashtë reagon ndaj tij. Ky është ndryshimi i madh. Nga mendimet e tua, nga vendimet e tua, nga mënyra si e sheh veten, ti po ndërton realitetin tënd çdo sekond. Ti je arkitekti i universit tënd. Është koha të marrësh lapsin në dorë. Momentin që ti ndryshon brenda, jeta jashtë nuk ka zgjidhje tjetër veç se të ndryshojë. Është një ligj universal, por shumica e njerëzve nuk e marrin këtë hap sepse kërkon guxim. Është më e lehtë të fajsosh rrethanat, prindërit, ekonominë apo fatin, se sa të marrësh përgjegjësi totale. Kur fajson dikë tjetër, ti i jep atij fuqinë tënde. Kur merr përgjegjësi, ti e merr fuqinë prap. Përgjegjësia totale nuk është fajsimi vetes, është fuqi, është të fuash. Nëse unë e krijova këtë, unë mund ta çkrijoj dhe të krijoj diçka të re. Ky çasti i lirisë tënde. Ti nuk je i burgosur i së kaluarës sate, ti jesh projektuesi i së ardhmes sate. Nuk mund të mbash dy jetë në të njëjtën kohë. Duhet të zgjedhësh.
cilin version do të ushqyer sot, atë që ka frikë apo atë që ka fuqi. Pas asaj ure, është një realitet që as nuk mund ta imagjinosh tani, një realitet ku gjithçka vjen te ti me lehtësi dhe gëzim, dhe tregimet që i tregon vetes sepse nuk mundesh. Jam shumë i vjetër, nuk kam para, nuk di si ta bëj. Ky është muri yt. Ti je autori. Ti e mban pendën. Shkruaj një kapitull të ri. Të lësh versionin e vjetër do të thotë të ndalosh së bëri gjërat që ai version do të bënte. Pastaj shkruaj: unë nuk e pranoj më këtë realitet si pasqyrim të asaj që unë jam. Ky është akti yt i parë i rebelimit. Ti duhet të bëhesh i huaj për veten tënde të vjetër. Duhet që njerëzit të thonë: ti ke ndryshuar dhe ti do të buzëqeshësh. Ti je vetëdia që e vëzhgon atë. Kur ndihesh i friksuar, thuaj: kjo është thjesht vdekja e versionit tim të vjetër, dhe vazhdo të ecësh. Sot bëj këtë. Shkruaj në një letër çfarë në jetën tënde nuk po funksionon. Shkruaj çdo detaj, pa cenzurë. Shëndeti, marrëdhëniet, parat. Unë jam i sigurt. Unë jam i bollshëm. Unë jam i dashur. Ndjej ato në çdo qelizë të trupit tënd dhe bëj një veprim të vogël sot. Pastaj, vizualizo versionin tënd të ri. Si sillet ai? Si flet? Çfarë bën kur zgjohet? Shkruaj të paktën 3 veti të ti. Nëse ai version do të ankohej, ti gjej diçka për të falenderuar. Tregoj trurit tënd se ti je ai që komandon tani, dhe jo zakonet e vjetra. Që versioni yt i vjetër nuk do ta bënte kurrë. Nëse ai version do të rinte në divan, ti dir dhe ec. Ky veprim i vogël thyen zinxhirin. Nuk ka asnjë forcë jashtëje që mund të të ndalojë nëse ti vendos të transformohesh. Ti je mrekullia që po pret të ndodhë. Sot është dita e parë. Nëse kjo video të preku, nuk është rastësi. Është momenti yt për të zgjedhur ndryshe. Shpirti yt të ka sjell këtu sepse ai e di që ti je gati. Nëse je gati për këtë rrugë, shkruaj DUA në komente. Kjo është deklarata jote publike ndaj universit dhe do të tregoj hapin tjetër. Akademia IAM Power është këtu për të të mbështetur. Ndaje këtë video me dikë që ka nevojë. Faleminderit që ishe me mua. Bekime vazhdimisht.